Banorët e ndërtesave përgjatë rrugës Aleksandër Mojsiu në Gjakov po përballen çdo ditë me mungesën e hapësirave për parkim. Sipas tyre, parkingjet pranë banesave po zihen nga automjetet e mysafirëve të lokaleve përreth, duke i lënë rezidentët pa mundësi për të parkuar automjetet e tyre. Ekipi i televizionit Syri ka dalë në vend ngjarje, ku ka biseduar me banorët. Ata shprehen të shqetësuar se situata është bërë e përditshme dhe se shpesh detyrohen t'i lënë automjetet në vende të papërshtatshme për shkak të mungesës së parkingjeve të lira. Sipas banorëve, kjo situatë po shkakton edhe pasoja financiare, pasi automjetet e parkuara jashtë rregullave të komunikacionit xhobiten nga zyrtarët policor. Për të marrë një sqarim lidhur me këtë çështje, televizioni Syri ka kontaktuar drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov. Nga kapiteni Sahaçia është bërë ditur se në hapësirat ku parkimi është i lejuar pranë banesave, nuk ekziston një përcaktim se kush ka të drejtë t'i shfrytëzojë ato. Sipas policisë, çdo drejtues mjeti ka të drejtë të parkojë në vendet ku parkimi është i lejuar, ndërsa masat ndëshkuese ndërmerren vetëm ndaj automjeteve që parkohen në kundërshtim me rregullat dhe sinjalizimin e trafikut. Banorët kërkojnë nga institucionet kompetente të gjejnë një zgjidhje që do të mundësonte rezidentëve të kenë qasje më të lehtë në parkingjet pranë banesave të tyre, duke shmangur vështirësitë për të cilat përballen çdo ditë.